Fjalë të forta, mesazhe të koduara dhe një deklaratë që ka ndezur rrjetin. I ftuar në podcastin e Grida Dumës, Beskallaku surprizoi me një rrëfim emocional. Për mua e shkuara është e vdekur, unë po jetoj të sotmen. Nuk jam askushi, por prezenca ime ua ka bërë jetën më të bukur disa njerëzve. Zoti është me mua, kush mund të jetë kundër meje? Sa do të zgjas nata, dielli do të lindë. Menjëherë pas këtyre fjalëve, fansat nisën të pyesin: a ishte kjo një deklaratë indirekte për Gjensilën? Apo mbyll besi një kapitull të vjetër apo po hap një tjetër? Pa përmendur asnjë emër, por me shumë nënkuptime, kjo deklaratë ka ngritur dyshime dhe ka hapur diskutime të shumta në rrjetet sociale. Çfarë mendoni ju? Ishte thjesht një reflektim personal apo një mesazh i drejtpërdrejtë për dikë nga e shkuara? Shkruani mendimin tuaj në komente dhe mos harroni të bëni subscribe për lajmet më të fundit.